Ka disa këshilla që ju ndihmojnë të shpëtoni nga dhimbjet e shpinës. Dhimbja e shpinës është një problem serioz me të cilin njerëzit përballen më shpesh. Pavarësisht trajtimit, për shumë njerëz kjo nuk mjafton. Duhet një kombinim i ndryshimeve të vogla, të cilat mund të ndikojnë në eliminimin e dhimbjeve. Si fillim, kërkoni gjithmonë pozicione të reja në krevat. Sigurohuni të mbështesni mirë kokën në jastëk, duke qenë që qafa dhe shpatullat të mbështeten mirë. Ky është një lloj elementi që do ju ndihmojë në qetësimin e saj edhe në dhimbjet që mund të keni. Kujdes me qëndrimin ulur ose me qëndrimin në këmbë gjatë ditës. Mundohuni të mbani një qëndrim të saktë edhe të mos vendosni edhe nën presion shtyllën kurrizore. Bëni ushtrimet e duhura në palestër. Hiqni dorë nga balerinat, këpucët të cilat ndikojnë keq në mbështetjen e shpinës. Bëni pauza nëse qëndroni ulur në tavolinë për një kohë të gjatë dhe vizitoni një mjek për të parë nga afër shqetësimin real.